Të nderuar miq, delegat të Konventës së Tiranës. Së pari një falënderim shumë të madh për secilin prej jush dhe nëpërmjet jush për secilin prej anëtarëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim në Tiranë për organizimin model të muajve të kaluar. Ne mbajmë sot këtë konvent pas një pune intensive që u zhvillua në çdo organizat, duke filluar me rivitalizimin e anëtarësisë sonë gjatë vitit të kaluar, por edhe me zgjedhjet dhe marrjen përsipër të detyrave dhe përgjegjësive. Të vendosur për të ecur përpara të fortë, solid e me ekipe të jashtëzakonshme, kemi qenë për gjatë muajit të kaluar në çdo njësi administrative të Tiranës, në çdo lagje, në çdo rrugë për të takuar mijëra anëtar, nga të cilët padyshim morëm sigurinë se ardhmja jonë është fitoria, sepse qytetarët e Tiranës kanë besim tek puna jonë, sepse përkujdesja dhe përulësia kanë qenë motive të punës sonë dhe përgjegjësia na ka diferencuar nga të tjerët. Ndaj, LSI është sot më e hapur, më e përgatitur, më gjithëpërfshirëse. Ndaj, sot duhet falenderojmë ata qindra anëtar të cilët na janë bashkuar gjatë këtyre muajve, të falenderojmë të rinjt, profesionistët, intelektualët. Fare shkurt duhet të ndaj me ju sot dimensionin e ri organizativ që ka marrë Lëvizja Socialiste për Integrim në Tiranë, dhe për këtë duhem përshëndetur të gjithë kryetarët e zgjedhur të njësive administrative së bashku me ekipe drejtuese. Modeli ynë është fare i thjeshtë. Forca qëndron tek njerëzit dhe punët ndahen në ekip, pa burokraci të tepërta, me një qëllim të vetëm në mendje që shqetësimet e banorëve të Tiranës do të jenë udhërfyese të punës sonë. Tashmë Tirana, por edhe gjithë Shqipëria, janë lodhur nga konflikti i panevojshëm. Janë lodhur nga zgjedhje që nuk japin zgjidhje dhe kërkojnë nga politika qetësi, mençuri dhe njerëz që e duan Shqipërinë dhe të ardhmen e vendit. Ne, Lëvizja Socialiste për Integrim, besojmë se Shqipëria duhet të jetë vendi i shanseve për të gjithë, për një të nesërme më të mirë. Shqiptarët e meritojnë një shans për drejtësi, për atë drejtësi e cila duhet vendoset nga vetë Shqipëria, të pakapur, jo të emëruar, jo të shantazhuar. Shqipëria është e pasur, ne jemi një popull punëtor dhe duhet kemi shansin për të shfrytzuar më mirë pasuritë tona kombëtare, për të zhvilluar ekonominë tonë, për të ndihmuar biznesin, për të rritur punësimin. Të rinjt janë e tashme dhe ardhmja e vendit tonë, ndaj ne besojmë se duhet dhënë një shans që të marrin edukim cilësor, një shans për të promovuar dhe për provuar veten e tyre, për të shpalosur talentet dhe për të zhvilluar idetë. Ne duhet të reformojmë dhe rivitalizojmë sistemin tonë arsimor, duke u dhënë një shans të gjithëve për standardin e munguar në arsim. Ne besojmë te një shtet i cili përkujdeset për qytetarët e tij, një shtet që ofron stabilitet dhe barazi, larg konfliktit të pabazë dhe më shumë pro bashkëpunimit për të mirën e vendit, në një shtet ligjor dhe konsolidimin e institucioneve demokratike. Ne besojmë se shqiptarët e meritojnë të kenë përfaqësues dinjitoz dhe mbi të gjitha meritojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Prandaj, Lëvizja Socialiste për Integrim do të jetë zgjedhja e qytetarëve të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë me datë 18 qershor, sepse LSI-ja është partia e njerëzve të thjeshtë. LSI-ja është partia atyre që kanë vendosur të rinë në Shqipëri, të punojnë Shqipërinë, që kanë vendosur ta bëjnë Shqipërinë një vend më të mirë. Faleminderit dhe suksese. Falenderojmë Kedi Mehmetaj.